أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. Allahun e faleminderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nga Omeri radiallahu anhu transmetohet tek e thënë: ishim duke ndetur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa erdha një njeri. Në mesin ton hyri një njeri i cili ishte me petka të bardha. Me petka të bardha, do më thonë shumë të bardha, të pastra. Dhe i kishte flokët shumë të zeza. Dhe nuk shifeshin tek aj shenja udhtimi, mirë po me gjithat nuk e njihte askush në mesin ton. Që i bie se, do më thonë, nëse ka qenë me petka të bardha, edhe të pastra, edhe të rregullume, edhe flokët të krehura të rregullume, do me thonë se aj sa ka dalë për shpijës vetë. Sa ka dalë për shpijës vetë edhe ka hinë xhami. Mirë po ka ana tjetër, thot Omer radiallahu anhu, nuk e njihnim se kush ishte. Sikur të kishte qenë prej aty, do ta kishin ditë, do ta kishin njohur se kush ishte. Do me thonë ishte një njeri paksa më i çuditshëm. Tha nuk shifeshin tek aj shenja të udhëtimit, e as që e njifte dikush tha prej nesh. Derisa shkoi tha direkt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha i vendosi tha gjunjët e tij për gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i bashkoi gjunjët e veta me gjunjët që ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ulur. Shkoi dhe ai u ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa i vendosi gjunjët e veta ngjitur me gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duart e veta i vendosi mbi këmbët e veta. Dhe tha: "O Muhammed, më trego tha se çka është Islami." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha: "El-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islami tha është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë tjetër posa Allahut. Do të thonë se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin tjetër, do të thonë posa Allahut. Dhe se çdo zot tjetër që e marrin njerëzit faktikisht për zot është e kotë dhe batil. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, është profeti i tij. Tha ta mfalish namazin, të japësh zeqatin, të agjerosh Ramazanin dhe të shkosh në hax po patë mundsinë. E ky njeriu ja ktheu dhe i tha: "Ashtu është." Ja qellove. E sahabët thonë, u habitëm me këtë njeri. Edhe e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i parashon pyetje, edhe i thot: "Ja qellove." Pastaj i tha: "Më trego tha se çka është imani. Çka është besimi?" Tha: "Imani është ta besosh Allahun, të besosh me melekët e tij, të besosh librat e tij, të besosh pejgamberët e tij, pra profetët e tij, ta besosh ditën e fundit, ditën e gjykimit, pra ditën e ringjalljes, dhe ta besosh kaderin e Allahut, caktimin e tij." Tha ky njeriu që i parashoi këtë pyetje tha: "Ashtu është," tha, ja qellove. Pastaj tha: "Më trego tha se çka është ihsani." Ihsani është, do me thonë, një formë e devotshmërisë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihsani tha është ta adhurosh Allahun, mirë po kur ta adhurosh Allahun, ta adhurosh sikur je duke e pat Allahun, sikur je duke e pat ata. Edhe pse ti nuk e sheh, ai do me thonë të sheh ty. E pastaj i tha ky njeriu: "Me trego tha se kur do të ndodhe dita e kiametit, kur do të krise dita e kiametit." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ktheu përgjigje dhe i tha: "As pyetsi e asaj që pyetet, i pyeturi nuk e din se kur do ndodhe kiameti. Por se thot unë do të tregoj thot për disa shenja të saja." Do të thonë disa shenja të saja. Tha atëherë tha kur nënat, do të thonë do t'i lindin mbretëreshët e tyre, ose kur gratë do t'i lindin zotëreshët e tyre. Te kjo do të thonë kanë folë dietarë se çfarë kuptimi ka kjo. Do të thonë dietarët kanë thonë se kuptimi i saj është se do të shtohet, do të thonë mos respekti ndaj prindërve, saqë i biri, do të thonë djali ose vajza do ta urdhnojnë babën edhe nonën, do t'i japë urdhna babës edhe nonës. Dhe pastaj tha për
Do të thonë shenja tjetër, do të shihni tha kur çoban tha këmbëzbathur dhe me teshura të grisura do të garojnë tha për ndërtimin e ndërtesave të mëdha. E pasaj tha shkoj, ky njeriu që ja parashronte këta pyetje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dul, u largue. E thot Omeri radiallahu anhu në transmetim tha unë tha që ndrova tha si i menduhet. Risha do më thonë ashtu kur thomi na nikajde apo. Isha duke qëndruar tha si i menduar në vetvete, e më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Omer tha a din tha se kush ishte tha ky njeri. Tha Omeri radiallahu anhu Allahu dhe pejgamberi ti e din. E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ky ishte Xhibrili, erdhë do më thonë që t'ja mësojnë e juve fen. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Do më thonë se Xhibrili alayhis salam ka qenë ai njeriu i çuditshëm i cili edhe ka qenë me tesha të bukura, të pastra, i krehur, mirë po megjithatë nuk ka pas shenja udhëtimi e as nuk e ka njohur dikush në mesin e tyre. Nëpërmjet këtyre pyetjeve, Xhibrili alayhis salam e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ai të na mësonë neve Islamin, se çka është Islami, që na ta kuptojmë thelbësisht se çka është Islami. Gjëja e parë kur e pyeti për Islamin, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha shahadetin. Të dëshmosh se nuk ka zot tjetër posa Allahut. Apo edhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i tij. Në kohën e jon, shumë njerëz prej nesh si duket na e besojmë këtë shahadetin, e thomi dhe e besojmë. Mirë po, problemi është se nuk e kuptojmë bash thellësisht se çfarë është kuptimi i saj. Dhe mos kuptimi thellësisht i shahadetit na bën që në një shumicë e madhe shembull, mendojnë se mjafton që ti thjesht thuash se jam musliman, mos i bë keq as kërkujt dhe me këtë mbaron. Nëse mund bësh një punë të mirë edhe kaq Islami. Jo, shahadeti kërkon disa sende bazike. Dhe për vetë faktin që na nuk jemi edhe aq praktikues siç na kërkon Allahu, është problemi sa na realisht nuk e kuptojmë thellësisht ashtu siç duhet kuptimin e shahadetit. E çfarë është kuptimi i shahadetit? Kuptimi i shahadetit, pra shahadeti i parë, ku thomi dëshmojmë se nuk ka zot tjetër posa Allahut. Me këtë ne kuptojmë se Allahu është krijuesi jon. Allahu është furnizuesi jon. Allahu t'i takojnë emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta. Dhe ky Zot na ka krijuar neve që ta adhurojmë atë një të vetëm. Dhe se çdo sen që adhurohet posa tij është batil edhe e kot. A jemi njërë këtu në rregull? Në rregull jemi. Pastaj pjesa e dytë e shahadetit çfarë është? Pjesa e dytë thotë wa anna Muhammadar Rasulullah. Dhe dëshmojmë se Muhamedi është profet dhe i dërguari i Allahut. Dhe me këtë nën kuptojmë se na si musliman e pranojmë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i Allahut i vërtet. Dhe na e besojmë profecinë e tij. E besojmë misionin e tij që ai Allahu e ka dërguar këtë njerëz tek ne. Dhe po ashtu na besojmë se ky pejgamber, ky profet është profeti i fundit. Nuk ka profet tjetër mbas tij. Dhe po ashtu e besojmë se ky pejgamber që ka ardhur me këtë shariat, që ka ardhur me këtë fe, i ka derogu ata shariatet që ishin te pejgamberët para tij. Po ashtu ne besojmë se ky pejgamber obligimin e tij, misionin e tij që e kishte e çoi në vend deri në fund ashtu siç duhet. Dhe ne a e besojmë, a jemi në rregull deri këtu? Krejt jemi në rregull deri këtu. Po ashtu, te kjo hyn edhe fakti se ne duhet që ta duam këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam dhe të hidhrohemi nëse dikush e shan apo e ofendon këtë pejgamber. Dhe po ashtu, prej gjerave që përfshin dëshmia se kur thomi na se e besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguarit e tij, ne du ta besojmë çdo sen që ai ka folur për ngjarjet që kanë ndodhur më herët dhe për ngjarjet që do të vinë më vonë. Dhe po ashtu duhet ta besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në sende që ai ka bot halal edhe i ka bot haram. Dhe se çdo sen që ai ka folur ashtu siç e ka mësuar Allahu i Madhërisëm. Ky nuk ka fol prej mendes vet. Ky pejgamber kur na ka thonë neve se ndiqeni këtë rrugë, bëni këtë punë, kur na ka thonë se këtë keni halal, këtë keni haram, ky nuk ka fol pi mendes vet, por se ky ka fol prej Allahut, ashtu Allahu siç e ka mësuar. Sepse Allahu e di se cila është e mirë për ne dhe na ka bot halal, dhe Allahu e di se cila është haram
cila është e keqe për ne dhe është e dëmshme për ne dhe na ka bot haram. E Allahu thon Kur'an: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ky pejgamber çdo sen që folën, nuk folën pi mendes vet. Nuk folën si thomina ashtu si në teket ati. Por se ky pejgamber çdo fjalë që e flet mbas asaj që ja zbret Allahu i Madhërisëm. Kështu që do të thonë na çdo sen që na ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me halalin edhe me haramin, apo ne do të thonë duhet ta pranojmë kretkë. Deri këtu a jemi në rregull? Deri këtu do të thonë jemi në rregull. Pastaj çështja tjetër, çfarë është? E tash do të thonë këtu na e kemi defektin. Çto e kemi defektin ku na sun arrim ta kuptojmë thellësisht shahadetin. Ku na nuk arrim ta kuptojmë realisht se çfarë do të thotë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çfarë është pjesa tjetër? Këta çka i folëm deri tash. Këta ishin domethënë bindje të mbrëmshme. Besimi domethënë që na i kemi. E tash domethënë duhet të reflektojmë me vepra. Atë që e besojmë, duhet ta nxjerrim në veprat e jona. Atë domethënë çka na ka urdhëruar ky pejgamber. Domethënë na duhet ta nxjerrim në veprat e jona dhe ta praktikojmë atë. Ta ndjekim rrugën e tij. Domethënë të veprojmë ata gjëra që ai na ka urdhëruar që t'i veprojmë dhe të largohemi prej sendeve domethënë që ai na ka ndaluar. E këtu tash, a jemi në rregull këtu? Këtu mendoj se dikush po e dikush nuk është bashkë në rregull. Këtu domethënë krejt gabojmë. Mirë po, shumica domethënë nuk duhet që të gabojmë në sendet kryesore, në sendet parimore. Që domethënë se nëse ky pejgamber na ka dhënë urdhra për halal dhe për haram, ne domethënë duhet që ti nënshtrohemi atij duke mos u hamencuar as pak. Sepse kështu e fitojmë kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm. Tha Allah në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Thuaj o njerëz, nëse vërtet ju e doni Allahun, nëse vërtet ju thoni se jeni musliman dhe thoni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, fattabi'uni. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasojeni rrugën time, pasojeni sunetin tim, praktikojeni domethënë rrugën time. Domethënë se këtë fe na e praktikojmë mbas ashtu si na e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo siç na thot hamendja jon, sepse hamendja jon aty ku na duket e rënd, mund të thomi, a be kjo s'ka gale, inshallah Allah do na fale. Ti nuk e din Allahu do ta falë ose nuk do ta fale. A do ta falë Allahu ose nuk do ta fale për diçka që ti nuk e vepron, atë e din Allahu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ty tregon se a do ta falë Allahu një vepër që ti nuk e çon në vend siç duhet ose nuk do ta fale. Nuk është e jona ne ta marrim atë gjykatsin dhe të themi se ne do të thonë Allahu inshallah do na i falë gjinohat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili i cakton këta sende. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili na mëson dhe na tregon neve se a do të na falë Allahu ose nuk do të na falë. E kur do ta kuptojmë këtë meselë ashtu siç duhet, atëherë kur do të na vijeni urdhën prej Allahut, na nuk do ta kemi problem që ti nënshtrohemi Allahut. Atëherë kur do të na thirrë Allahu 5 herë në ditë, nuk do ta kemi problem që ti të ta përulim kokën tonë për Allahun e Madhërisëm. E Allahu tha: "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Kështu tha do t'ju dojë Allahu edhe do t'ju falë gjinohat. Pra cili ishte sekreti? Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "A dëshironi ju që t'ju dojë juve Allahu? A dëshironi ju që ta fitoni faljen e Allahut?" Po, domi. Po si doni? Po çe vallai, kështu vdeni xhumo falemi, dëni se Allah na i fal kusurat. Ja, këtu domethënë ky ajet kuranor thot gabim e kje këto. Sepse ky ajet kuranor thot nëse ju dëshironi dashurinë e Allahut edhe faljen e tij, pasojeni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ndiqeni rrugën e tij. E kur ta ndjekish rrugën e tij, atëherë thuaj o Zot falem. O Zot na jep xhenetin. O Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit. Kur të pendohemi nga punët e këqija, të largohemi domethënë rrugëve të këqija, atëherë do të kthehemi rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë kemi drejt që të shpresojmë që Allah domethënë ta na i falë neve gjunahet. Wallahu Ghafurur Rahim, sepse Allah është falës edhe është i mëshirshëm. Po ashtu tha Allah në Kur'an: "Qul ati'u Allaha war Rasul." Thuaj, nënshtrojuni Allahut edhe ndiqeni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu tha Allah në Kur'an: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ja u ka dhënë ky pejgamber, mireni ata, sepse nuk është një jog e kot. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar neve që na duhet t'i falim 5 kohë namaz, mos e merrni këtë si jog të kot. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë që duhet që t'japim zeqat, e duhet ta xherojmë,
e duhet të shkojmë në haxh, e duhet të bëjmë punë të mira, duhet të ndihmojmë tjetrit e kështu me radhë. Mos e merrni domethënë si një gjatë kot, sepse kjo është urdhër nga Allahu i Madhërisëm. Wa ma nahakum anhu fantahu. Në ata gjëra që pejgamberi ja u ka ndaluar, largohuni prej tyre. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja u ka ndaluar për këtë kot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja ka ndaluar dikujt tjetër, po ja ka ndaluar pikërisht ty që thua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. A thua shahadetin? Apo, po e thon. A e beson? Po e besoj. E po çat haram të cilën ti e bën, pikërisht Allahu për ty e ka ndaluar. Pejgamberi kur ka thonë se mos e bën kët, pikërisht për ty e ka thonë, se ka thonë para tjetrit, për shokun ton ose para ndonjë që është më plak. Jo, pikërisht do të thonë për çdo kënd i cili i thot vetvetes musliman besimtar, i cili e dëshmon shahadetin. E kur kështu do të thonë e kuptojmë na, atëherë na kemi kuptuar shahadetin ashtu siç duhet. Na do të thonë e besojmë edhe e kuptojmë edhe praktikojmë ashtu siç duhet. E me lejnë Allahut kështu nëse e dorëzojmë shpirtin deri në fund, me lejnë Allahut do të jemi banor të xhennetit. E nëse ndryshe, atëherë do të thonë na nuk e dim se çka do të bëjë Allahu me ne. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka paralajmëruar neve për këtë sende. Po ashtu, prej çështjeve, prej besimeve domethënë që e ngarthen në vete dëshmia pra shahadeti, është domethënë të besojmë se shariati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra kjo fe islame, sepse kur thomi islam edhe shariat, ta dini se është e njëjta, sinonime janë ata. Shariat edhe islam, të njëjta janë këta. Shariati është brenda islamit. Na do të besojmë se shariati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është domethënë ligji më i mirë, është ligji më i drejtë, edhe është e cila drejtësia e tij domethënë është absolute edhe është hyjnore. E tha Allahu në Kur'an: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Jo, tha pasha Zotin tënd, ata tha nuk kanë besuar me besim të vërtetë derisa të të konsiderojnë ty o pejgamber si gjykues i asaj që ndodh ndërmjet tyre. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dhe pastaj nuk ndin ngushti para që ti gjykove për ta dhe i nështrohen kësaj me nështrim të plotë. A e kemi na pejgamberin mesin ton? Jo, nuk e kemi. Po nëse ndodhen një problem, nëse dikush që mund ndodhen një farë problemi ndërmjet dy musliman, dy njerëzve apo musliman, dhe ky thot ky ma ka marr hakun, ky tjetër thot ky ma ka marr mu hakun. Çfarë do të bëjmë na? A e kemi na pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mesin ton të na gjykojnë? Jo, nuk e kemi. Por se e kemi Kur'anin edhe Sunetin. E kur gjykojë Kur'ani dhe Suneti me drejtsinë e tij, nëse ajo gjykimi i saj është kundër interesit ton dhe në interesin e atij, sepse e drejta kishte pasjen e atij, atë nuk duhet të ndijmë na keqardhje se pse kështu u gjykua. Pse kështu do të thonë pse kjo e drejt i tako ka atij. Jo, do të thonë besimtari i nënshtrohet plotësisht gjykimit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse me këta pikat të cilat i cekëm na e besojmë shahadetin, e praktikojmë atë, atëherë themi se na jemi domethënë me islamin ton jemi në rregull. E nëse dikundi çalojmë, atëherë urgjentisht duhet domethënë që ta përmirësojmë vetveten e jon aty ku jemi duke çaluar. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë dobi nga që tham. Na uzoj neve dhe familjet e jona. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.